Abononi në kanalin ton duke bërë subscribe dhe shtypni zilen për video tona të reja. Java pritet të jetë në ndikimin e vranësirave ku më prezente pritet të jenë në pjesën e dytë të javës. Meteorologu Akil Osmani shprehet se sa i përket temperaturave deri ditën e mërkurë pritet të kemi rritje graduale. Dita e mërkurë, pastaj pjesa e parë e saj do të jetë me mbizotërim të motit të qëndrueshëm, teksa do të kemi ndryshime të kushteve atmosferike duke filluar në orët e vona të ditës e në vijim. Ditën e njëjtë dhe të premte do të sjellim një ulje të ndjeshme të temperaturave të ajrit. Ndërkohë sa i përket parametrave të erës, problematike pritet të jetë dita e mërkurë dhe e njëjtë. Ndërsa duke ju referuar parashikimeve të meteorologes Tanja Porja, ditën e njëjtë pritet të kemi paqëndrueshmëri dhe reshje shiu rebeshe gjatë pasdites si dhe ditën e premte. E shtuna dhe e diela vijojnë pa reshje, ndërkohë ditën e hënë rikthehen reshjet në territor. Përsa i përket vlerave termike, ditën e njëjtë ruhet një maksimum prej 30 gradësh, ndërsa nga e premtja në vijim pritet një normalizim i temperaturave në vlera tipike të muajit prill, ku maksimumi do të arrijë 25 gradë Celsius. Për më shumë, klikoni në video tona të reja.